Kush është dispozita fetare e lypjes? Në varet prej personit dhe vitit. Se ka pak më herët në përgjithësi, profeti alayhi salam në parim është të nënçmuar. Parim është të nënçmuar, shumë e nënçmuar sepse ka ardhur në hadith të vërtet pejgamberit të bekuar, njeriu vazhdon të lyp, edhe pa nevojë, derisa të dalë në ditën e gjykimit dhe nuk ka asnjë pjesë mishin fytyrën e vet. Për ata populli thotë mbetet pa fytyrë. E që e thatë që ndryshe të hup identitetin tënd. Po, mirë po, nga njëherë njeriu ngushtohet vije deri në atë drejtë, në atë shkallë, saqë detyrohet me shtrit dorën me lyp. Në këtë rast imponohet është halal e lejuar, por prap me kufi, ndërsa bëhet dukuri tek disa njerëz edhe për gjëra jo elementare, esenciale, por më jetë edhe për gjëra luksi, sepse nuk është gjëra elementare me dalë me pini macchiato apo një kafe dikon apo me dhëz një cigare, një pakë cigare me ble. Ajo tash më del haram, del masraf krejt, shkojnë lypin, a ka në anën tjetër, hargjojnë para këtë. Dhe ka njerëz shumë të nënçmuar edhe ceka merret hadithin se profeti alayhis salam duhet ta mjekoj këtë dukuri të lypjes. Njerëzit duhet ta urrejnë shumë dukurinë e lypjes, edhe kur janë në zor, por duhet të jenë ata të cilët interesohen për gjendjen e fukarave të varfërve, për ata islamet e neve si muslimon në nëzit shumë, me dhanë zëqatin, sadakan, pastaj më kujdes për të afërmit të tua, krabatu, sepse aty e në të varfërit, ti nuk mundesh me shku në Kinë, në Arabi, me kështë që ka fukara, por aty afër shtëpisë tande, lagjës tande, qytetit tënë, fshatit tënë, i njët të afërmit tu që janë të varfër, unë njët të afërmit e mi, këtë jetë njët të afërmit e vetë, të shvijet azami Ramazani, fillim të Ramazanit, del Ramazani, vije Bajrami, dhe njerëzit solidarizohen ma shumë, japin ma shumë, nëzit për me sa ma shumë me zvoglu këtë dukuri, ashtu që është stimulon të varfrat atje me bo saber, dhe më pështet Zotë që të ceki motra ndëruar, sepse Zoti ka zgjedhur ata me qenë të varfër, e ka mujtë Zoti me bo të kundërten, pse mas thua valë, vështirë është për Allahun, të pasurin me bërë të varfër, dhe të varfër e bo të pasur, asë një herë, se pasunia është Allahut, dhe çdo gjë është Allahut azza wa jall. Edhe diçka tjetër,